foli media se është kritik, nuk është ti bëj freskin prokurori. Kështu që vlerësoj që për këtë e kisha, nuk është se kam në gjë me gazetare, përkundrazi i vlerësoj si profesion, është fisnik. Faleminderit Langozi. Për të qëndruar tek çështja e Akshit Karranxha, bën sens kur flasim për le të themi për pasuri të fshehura duke marrë në konsiderat edhe vlerën e tendrave të shpërndara, apo qoftë edhe ajo që Ergyll Sagasi përmendte nga 2 e bëjmë 4. Na bën sens që këta njerëzit mund të kenë pasuri të fshehura, të kemë përfituar në mënyrë të palishme nga tendra, sepse ne vërtet themi shkelje barazistë të tendrave, por çfarë do të thotë shkelje barazistë të tendrave apo dhënia e një tendri pa garë, janë shumë faktorë. Unë shqetësimin më të madh në rastin konkret nuk e shikoj te Ergyll Sagasi. Ergyll Sagasi është një biznesmen. Është një gys, do vi një biznesmen tjetër, do vi një biznesmen tjetër. Mu më shqetëson një drejtuese e lartë e administratës publike, pjesë e grupit kriminal, kanë fshehur 2 shtëpi. Dolën 2 shtëpi, pra nga një qeraxhesh, tani po na del me 2 shtëpi. Pra kemi një rëndim të nevojave të sigurimit. Pra dolën edhe 2 shtëpi tjerë. Një shtëpi tjetër në emër të një personi tret. Dhe me drejt lind pyetja, ore këto, po çka kanë shkuar aty? Për të bërë tendra, për me i shërby popujt apo me i shërby vetes me bërë shtëpi, me bërë edhe 2 shtëpi. Këtë mua e shoh një shqetësim shumë të madh, sepse biznesi privat është biznes privat. Ka bo vepër, s'ka bo vepër, është privat. Ti si shtet ku je? Pra ti ke pa xhepin tat. Pra ti duke bërë këtë tendër ke përfituar për veten tande në radhë parë, kanë fituar edhe privatën në radhë dytë. Atëherë kjo të kemi bërë me një rëndim të nevojave të sigurimit. Këto shtëpi nga një qeraxhesh që po na prekun, u prekën me çika qeraxhia. Ai që nga me qera do ta nxjerrë qeraxhiu jashtë se pa lajme që është e panderë. Tash na dalin shtëpia. Çfarë këto? Pra ne këto shohim qëllimin e vërtetë të veprës penale. Madje duhet pa edhe vepra penale. Nuk është më barazin tendra, është matej. Pra këto ti një përfitim lidhet, madje ka vend për hetim pasuror. E kemi robin gjallë, siç po jetojnë për Vis Martinin, tetohet dhe pasuritë e këtyre, të Akshit. Të verifikohen të gjithë sepse këta na rezulton që akuza është ngritur drejt. Njëri me pronat, tjetri me pronat, njëri nga i shofer bëhet, pra janë gjetur personat dhe këtu dalin dhe te kriteret. E rëndon po zotin qëllimi i veprës penale? Rastin konkret për shkak, këta akuzohen për grup strukturuar kriminal. Dyshohet që kanë dhe pasuritë palishme. Pra është qëllim fitimi. Pra qëllim fitimi është rrethana rënduese e veprës penale. Pra qëllimi jot nuk është për persona të tjerë, por është për veten tate konkretisht. Pra merr përfitimet e tua janë në mënyrë të drejtë për drejtë. Madje këtu theksoj andi ka vend për nisjen dhe hetim për ILKBDI-n. Inspektoratin e lartë të deklarimit pasurive. Ku është ILKBDI-ja? Çimgani ku ka qenë? Që kanë proceduar prokurorët dhe gjyqtarët për fakte ordinere, që jo deli shumë negative është negativ, ndërkohë po na rezultojnë që janë shumë zyrtar të lartë. Dhe te raporti i vitit 2025-2024 është shumë zyrtar të lartë që kanë kaluar nga shkëlqim gani dhe nuk është asnjë kallëzim penal. Dhe këtu duhet merret edhe me personat që e kanë fshef, sepse po na rezulton të gjithë po na bëjnë të pastrin, ky ka fshef krimin, ai që mçef krimin është njësoj si ai që e bën krimin. Pra që mbysh aq më tepër që janë persona të administratës publike, janë vënë aty për të ruajtur paratë e administratës publike dhe qëllimi i tendrit është që ti të ofrosh të shërbim qytetarëve me çmim sa më të ulët që të kursejnë paret. Tash këtu na rezulton që gjithë kanë ardhur me lugë mbrez. Gëron Meçi u dyshua ndjes, për të qenë korrekt, u dyshua që u mor peng. Në dosje kjo, ka dhënë dhe deklarimin e tij. Ndërkohë që është gjithë kjo çështje e nxehtë për sa i përket parave të qarkulluara në Aksh, ai ka vijuar të marrë tendera. Jo më larg se dje po lexoja tendra që kishte marrë për çështje, le të themi, të organizimit të brendshëm sigurisë kibernetike brenda në Aksh. Tani këtë si e përkthejmë. Në anën tjetër kemi dhomën amerikane tregtisë e cila thotë krijoni hapësirë për kompanitë amerikane, të cilat janë të specializuara për të menaxhuar dhe të dhënat e qeverisë së Bashkuara të Amerikës. Ku na çalojnë gjëja tani këtu? Nuk kanë frikë fare këta? Ta bëj pyetjen kështu. Mendimi im personal është që dhe Gëron Meçi, pavarësisht se është marr peng, domethënë që ose e shqequr liria në mënyrë të palishme për cilën ndizë akuzë, Gëron Meçi ka qenë pjesë e lojës. Pra ata deri dje për me marr tendrat e rrugullonin me njëri tjetrin, u prishën me njëri tjetrin dhe ju hoq liria. Pra dhe ky person duhet të jetohet në mënyrë të pavarur. Dhe Gëron Meçi vetë nga ana e tij, pavarësisht se është bërë një vepër penale, heqja e palishme e lirisë përbën vepër penale të parashikuar në 110 i Kodit Penal.
Pra të procedohen persona që hoqin lirin, por duhet të hetohet dhe motivet. Qa pasurisht, qa veprimtarie kanë bën bashkë. Pra edhe Geron Meçet duhet të hetohet të nisi hetimi pasuror. Ndërsa në lidhje me tendrat që po i fitojnë përsëri këta persona, duhet të verifikohet. Nëse janë tendrat, plotësojnë kushtet e sigurisë, janë certifikuar nga DSI-K-ja, apo se pa na dalin prapë, pra këta po marrin të dhënat tona duke qenë të palishëm, duke qenë pjesë e grupit kriminal, se ato kanë qenë të bashkë, u ndan për paratë e popullit, se për çfarë zgjedhën? Uzim për paratë e popullit, nga vin parat, vin nga paratë e popullit që bëhen tender. Pra këta janë zonë me njëri tjetrin për paratë e popullit, se janë zonë për çështje morale ose ngacmove i rob ose ngacmove. Janë zonë për paratë e popullit. Kështu që atë edhe këta duhet të hetohen të gjithë në mënyrë të precize për veprimet dhe mosveprimet deri në kohën e heqjes palishme lirisë dhe mbrapa. Pra, që t'jemi korrekt dhe me qytetarët duhet nis hetimi pasuror. Siç nisim me Vis Martini, Visi dyshohet që është i vdekë dhe babai vet thotë merren mgjeni çunit apo merren në pasuri shumë bukur. Të merren, po të merren edhe me këtë që ke njerëzit gjallë. Dolën 2 vila, mund dalin sepse shumë lidhen parët e ngrabiturat të popullit. Ai sa të blidhen se skemi ç'të bëjmë se jo çdo gjë merret, por çfarë arrihet të sekuestrohet dhe më pas konfiskohet, është një fitore që është reduktuar deri diku dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit. Sepse gjithë tu na rezultojnë tendera fiktiv, tender çokoladësh. 10 milion euro. 10 milion euro çokolada. Pra, domethënë, ndërkohë një nga denoncuesit, tu të paktën ka mbështypen, jeni kallëzues së bashku Llangozi me Gent Proglin? Për të çështje, faqe që janë 40 milion euro faktikisht çokolata dhe jo 10 milion euro. Pretendimi i tij. Janë 40 milion euro çokolada, po dëmi që ne kemi shkaktuar janë gati 600 milion euro. Pra, në total, ne kemi kallëzuar për një dëm shtetit shqiptar 600 milion euro. Që ka filluar procedimi, është thërrur Milinda Kaçanaj në prokurinë e posaçme dhe më pas kanë dalë to aferat e tjera të lidhur me Agasin dhe janë bashkuar 2 procedime penale. E qartë, por kur themi 600 milion euro, themi që është bërë një çik punë aty, se 600 milion kështu nuk e kanë marrë. Nuk është bërë punë fare, sepse ne kemi faktuar që edhe këto webet që janë bërë, që janë marrë me miliona euro, janë marrë të gatshme nga WordPressi dhe nuk është se është investuar. Pra gjithë kostoja ka qenë diku te 1000 euro dhe është bërë një tender me miliona euro. Pra kjo ka qenë aferë që ne kemi denoncuar dhe për këtë kemi çuar dhe provat përkatëse. Kemi gjetur dhe webet se ku janë blerë dhe është bërë një punë investigative edhe janë depozituar rreth 6.000 faqe nga ana ime dhe Gent Proglin në prokurinë e posaçme.